janë kolosale. Nëse po të shikosh video në rrjetet të ndryshme sociale, qoftë në TikTok, është mjaft e qartë që Izraeli, pra Tel Avivi, Haifa është duke shndërruar si Gaza. Dhe ka shumë raste. Kupola e hekurt është thyer. Kupola e hekurt është edhe hakuar nga iranianët dhe kanë goditur njëra tjetrën, ato sistemet e hakuara nga Irani. Në vend që të godasin raketat iraniane, kanë goditur njëra tjetrën në shumë raste. Plus pastaj Irani ka përdorur raketa nga më të ndryshme dhe thuhet që ende nuk i ka përdorur ato më të rëndësishmet. Dhe deri tani generalet iranianë thonë që ne po luftojmë me 30% të forcës sonë. Këto raketa, kush janë këto më të fuqishmet? Se nëse Shtetet e Bashkuara më të fuqishmet i nxorën duke sulmuar Malin Fordo, po Irani kë ka më të fuqishmet? Tani Amerika ka raketa bunker buster që janë kundër tuneleve, por Irani nuk posedon armë të tilla. Irani përdor raketa nga më ndryshme si Fatah, Khyber Shekan, të cilat janë raketa hipersonike dhe janë mjaft të vështira për të kapur nga sistemi kundërajror. Qoftë nga Iron Dome, qoftë nga Naro, qoftë nga Patriot. Tani është hapur në disa fronte, sepse përveç Izraelit ka dhe bazat amerikane. Por fillimisht, pse mendoni e një gjykimin tuaj, zoti Kokomani, që mes gjithë atyre vendeve u zgjodh Katari? Që ta përfundojmë atë të parën, u bë kjo lëvizje e Amerikës si fillim, që sulmoi Fordon, që në fakt nuk është shkatëruar, sepse është shumë thellë dhe është në masë shkëmbore dhe jo në shkretë të tjerë. Dhe gjithashtu është thënë nga iranianët që uraniumi është larguar para se të sulmohej. Dhe duke parë pra që Izraeli filloi një luftë dhe nuk di si të dalë nga kjo luftë, të cilën e ka të pamundur ta përballojë për shumë gjatë, do duhet një ndërhyrje amerikane, ndoshta me marrëveshje, ndoshta nuk jam i sigurt, me marrëveshje për të mbyllur gojën Izraelit, që ne bëjmë sulmin, dhe të jepet një shkak, një arsye që të krijohet armëpushim dhe të ndalohet lufta. Por nga ana tjetër iranianët gjithashtu kanë deklaruar, një nga generalët i quajtur Xhabari ka deklaruar se Izraelin do ta zhdogim dhe Amerika do të largohet nga rajoni. Tani a janë për presion, a janë të vërteta, nuk i dim. Pra, paralajmërimi është që lufta do të vazhdojë. Kjo do shikohet se si do të vijojnë ngjarjet natën e sotme, nesër, do të tregohet se si do të vijojë. Në rast se Amerika nuk sulmon, besoj se do të ketë paqe më pas. Pra, se deri tani 1-1 me Shtetet e Bashkuara, por tek ajo pse u zgjodh Katari mes vendeve të gjirit? Nuk e di, nuk kam ndonjë informacion, ndoshta mund të jenë nga më të rëndësishmet, ose ndoshta nga që Katari është një vend i vogël dhe nuk kërkon të krijojë mosmarrëveshje me një shtet si Arabia Saudite. Zoti Kokomani, po vetë sulmi ndaj bazave amerikane si është pritur në Teheran? Në Teheran iranianët kanë festuar me brohurime. Një nga sheshet e Teheranit kanë dalur me flamuj iranian, me parulla kundër Amerikës, edhe të le të themi disi të kënaqur për hakmarrjen që bëri garda iraniane. Një nga bisedat tuaja janë shprehur që i kanë parë raketa duke pirë çaj. Sigurisht në ditët e para, kemi breza të ndryshëm në Irak. Është brezi atyre që kanë përjetuar luftën me Irakun, ata thonë që nuk është asgjë kjo luftë, sepse ne kemi përballur trup me trup. Pra kemi qenë në llogore në luftë me irakianët në kohën e regjimit të Saddamit. Ndërsa të rinjt kemi të ndryshëm, ka njerëz që trembën, ka që nuk trembën, por në përgjithësi janë popull që nuk trembën. Pra, në momente se në shumë raste, në shumicën e rasteve, sistemet kundërajrore iraniane kanë funksionuar mjaft mirë. Edhe le të themi ka qenë si shfaqje pra në qiell, duke parë ato dronët që shpërthejnë. Edhe ka shikohen video mjaft në internet, iranianët është mjaft të qartë duke ulur në përparqe, duke pirë çaj, pra duke shijuar dhe pamjen e spektakullit sipas tyre.
A ka pas një reagim nga Khamenei, nga lideri suprem pas këtij sulmi? Pra, kanë fjalën pas sulmimit të bazave amerikane në Katar.